Paralelisht me aplikimet dhe regjistrimet në ciklin e parë të studimeve bachelor në Universitetin e Gjirokastrës, vijojnë edhe aplikimet për ndjekjen e studimeve master. Ky proces mbyllet në 3 tetor dhe rektori Ahucana i bën apel të interesuarve të regjistrohen, duke kujtuar se pak të cikël studimesh nuk mund të zënë një vend pune. Aktualisht ne nuk mund të flasim dot për një numër sepse jemi ende në fazën e aplikimit dhe nuk janë ngritur ende komisionet ad hoc për të bërë konkurimet se kush do të fitojë të drejtën për të regjistruar në këtë vit akademik. Megjithatë në informacionet paraqe që kam, numri aplikuesve sa vjen dhe rritet gjithnjë e më shumë, sepse ato kanë një afat deri në fillim të tetorit dhe pas kësaj do të vazhdojmë me procedurat e mëtejshme. Gjej rastin që nëpërmjet ekranit tuaj të bëj thirrje studentëve që të aplikojnë në sa më shpejt sepse afatet po vinë drejt përfundimit për të bërë aplikimet në pranë Universitetit e Kerem Çabejt Gjirokastrës. Pa plotësuar ciklin e plot të studimeve në master, shkencor dhe profesional, atëherë këta studentë që kanë mbaruar bachelor janë të përjashtuar nga tregu i punës. Pra, nëse se një i ri që ka përfunduar studimet bachelor nuk futet në sistemin e punësimit, kështu që është detyruar që të përfundojë ciklin e plot të studimeve për të marrë edhe nivelin e dytë të diplomës në master. Kjo është një domosdoshmëri sepse ligji i arsimit të lartë në Shqipëri nuk e pranon faktin që të punësohesh me bachelor. Pra, 3+2 është sistemi i Bolonjës dhe mbas kësaj studenti është detyruar të mbyllë ciklin e plot të studimeve. Përveç infermierisë e ciklit të ulët, të gjitha programet e tjera ofrojnë master shkencor BNDD Ulcana, ndërsa renditet e degët ku ka pasur më tepër aplikime. Masteret më të kërkuar aktualisht janë masteret në fushën e infermierisë, janë masteret në fushën masteri shkencor në kontabilitet financë. Natyrisht të gjitha ata që mbarojnë mësuesi bachelor kalojnë automatikisht në ciklin e dytë të studimeve. Tashmë studentët e dinë të gjithë ata që janë diplomuar në fushën e mësuesisë, kalojnë, aplikojnë në masteret shkencor. Pra, rritet akoma më tej niveli i përgatitjes së këtyre kuadrove të ri, sepse nga master profesional ata kalojnë në master shkencor. Në përfundim të raundit të dytë të aplikimeve për studimet në ciklin e parë, rezulton që në degët e Universitetit e Kerem Çabejt janë shënuar 1200 aplikime.